A e dini kush ka lindur në muajin prill? Ndiqni me kujdes, ndoshta do të habiteni. Rubrika Në këtë muaj u lind. Sot do të flasim për një emër të madh të letërsisë botërore. Një njeri që shkroi histori dashurie, tragjedi dhe komedi që janë të famshme në të gjithë botën. Ai quhet William Shakespeare, një shkrimtar anglez, poet dhe dramaturg i lindur më 23 prill 1564 në qytetin Stratford-upon-Avon në Angli. Ishte i biri i një tregtari jo fort të pasur dhe lindi në familje me shumë fëmijë në Stratford mbi Avon, më 23 prill 1564. Williami ishte fëmia i tretë i John dhe Mary Shakespeare. Nga 8 fëmijët e tyre mbijetuan 4, 2 prej të cilave u bën aktor. Williami dhe vëllai i tij më i vogël Edmund i lindur më 1580, i cili shkoi me të në Londër. Dihet se studioi në shkollën e vendlindjes ku u njoh me mjeshtrat greqisht folës dhe latin, por nuk dihet se deri në cilin vit vazhdoi shkollimin aty. Pengesë për vazhdimin e studimeve padyshim ishte martesa në moshë të re kur ishte vetëm 18 vjeç me Anna Hathaway, që ishte disa vite më e madhe se ai. Me të shoqen kishte 3 fëmijë, një djalë me emrin Hamnet, i cili vdiq në moshën 11 vjeçare duke i lënë prindrit shumë të pikolluar dhe 2 vajza, Suzana dhe Judita, të cilat Shakespeare i donte shumë. 4 vite pas martesës u largua përfundimisht nga vendlindja dhe u vendos në Londër. Për vitet e para të qëndrimit të tij në Londër nuk ka dokumentime të sakta, por në vitin 1592 del se emri i tij njihej në Londër si autor dramatik dhe aktor. Vepra e tij e parë, drama historike Henriku i VI, u shfaq por në këtë vit. Shakespeare përparoi shpejt në mjedisin londinez fal mbështetjes së kontit Southampton. Më 1597 bashkëthemeloi teatrin Globus, ku do të ishte dhe aktor e ku do të luheshin pjesët e tij më të mëdha. Londra ishte e mbushur me teatro, por më i suksesshmi dhe me namin më të madh ishte teatri Globus. Deri në vitin 1612, kur ai u largua nga Londra për t'u tërhequr në Stratford për studiuesit, jeta e tij do të jetë e barabartë me veprimtarinë skenike. Më 1616 ai përpiloi testamentin e tij dhe vdiq pas një muaji ku u varros në vendlindje. Shakespeare ka shkruar mbi 30 drama dhe më shumë se 150 sonete. Veprat e tij më të njohura janë Romeo dhe Julieta, Hamleti, Macbethi dhe Ëndra e një nate vere. Fjalët e tij janë aq të bukura dhe të fuqishme sa disa prej tyre përdoren edhe sot në gjuhën e përditshme. A e dini një sekret të bukur? Dita e lindjes së Shakespeare-it, 23 prilli, është zgjedhur si dita botërore e librit, sepse libri është një dritare që na çon në botëra të reja dhe Shakespeare e dinte mirë këtë.